Me llogari të bllokuara të disa shkollave fillore si rezultati borxheve të pashlyera për transportin e nxënësve, faturat të papaguara për naftë dhe energji elektrike, ka nisur gjysmëvjetori i dytë në Strug. Megjithatë, për momentin kjo nuk do të ndikojë në zhvillimin e procesit arsimor, sigurojnë nga sektori për arsim në komunën e Strugës. Ata thonë se ajo që është më e rëndësishme, ngrohje ka në të gjitha shkollat. Për shkak të vonesave në pagesa janë përfshirë përmbaruesit dhe u marrin shkollave dotacionet e bllokuara të destinuara për shpenzime materiale, të cilat vijnë nga Ministria e Arsimit, duke i lënë disa prej shkollave pa mjete financiare. Komuna e Strugës ka buxhet rezervë, por ai nuk është i mjaftueshëm që të mbulohen të gjitha borxhet e shkollave deri në vitin 2025. Komuna e Strugës thotë se do të kërkojë ndihmë të drejtë nga Ministria e Arsimit ose përmes BNVL-s, që t'u dilet në ndihmë për tejkalimin e problemit. Një nga problemet më të mëdha është ai i transportit të nxënësve, një pjesë e transportuesve refuzojnë të kryejnë transportin, ndaj prindrit dhe nxënësit detyrohen të gjejnë zgjidhje si të munden. Atëherë si shkollë e madhe që jemi, normalisht që kemi probleme transportin, me nxënësit që udhtojnë deri në shkollë. Jemi drejt finalizimit të mos them shlyerjes së borxheve, së është i madh, mirë po në bashkëpunim me kryetarin kemi arritur deri diku që të menaxhojmë këtë situatë dhe shpresojmë se dita ditës që kjo të zgjidhet, që prindrit të mos kenë problem për fëmijët e tyre që të vinë këtu në shkollë. Atëherë për nxemje, për momentin jemi në rregull, normalisht që kemi probleme, kemi borxhe të pashlyera, mirë po kemi dhe premtime që fëmijët tanë nuk do të kenë ato probleme në vazhdim. Edhe pse jemi në sezonin e gripit, vetëm një numër i vogël nxënësish nuk morën pjesë në mësim ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë në shkollën Vëllezrit Milladinov. Nga sektori për arsim në komunën e Ohrit thonë se në fushën e arsimit fillor, komuna siguron mjete shtesë për ngrohje, energji elektrike, detyrime komunale dhe transport, pasi dotacionet e bllokuara nga Ministria e Arsimit për shkollat fillore nuk kanë qenë të mjaftueshme dhe kanë bërritur vetëm për paga.